të korruptuarit. Kjo është një luftë për ekzistencën e Shqipërisë, nuk është një luftë për karrigën e askujt. Kjo është një luftë për ekzistencën e këtij kombi. Edi Rama kërkon një mandat të katërt. Kërkon një mandat të katërt pasi në 12 vite të qeverisë së tij janë larguar më shumë shqiptar nga trojet e tyre se nga gjitha pushtimet përfshi pushtimin serb. Nuk ka arrit të largoj pushtimin serb nga Kosova në 12 vite një numër shqiptar sa është largoj ky nga Shqipëria. Një reformë tërësore, e cila është parashikuar në programin dhe që ju do e plotësoni me mendimet tuaja, me idetë tuaja, do ndërmirret. Të gjithë ju subjekti padrejtësive të mëdha ligjore që janë bërë, do të merrni vendin që meritoni. Ju ndëshkuat se u përballët me krimin. Ju ndëshkuat për t'i hapur rrugën krimit. Do mbetet ditë e zezë në historinë e këtij institucioni, kur një vagabond, një delinkuent kriminal si Sajmir Tahiri, shpallte shkrirjen e policisë kriminale sepse kishte kapur printet e tij tek bënin kontraband. Dhe i hapte rrugën krimit, skafeve dhe trafiqeve të tij personale, familjare. Me radhë, ky ishte fillimi i Edi Ramës, i qeverisës së Edi Ramës. Në aktin më të parë hapi portat në të 4 anë për krimin dhe trafiqet. Por e drejta për ju do rivendoset me vendosmëri dhe du t'jeni krenar për detyrat që keni kryer. Gjykasit dhe prokurorët të cilët u përballan dhëm për dhëm me krimin. U larguar nga detyra me vetimin Gjyti Shtrigash. Ata që dënuan dhanë dënime për jetë me bandat e qeverive, me bandat e qeverisë socialiste. Ata janë sot jashtë institucioneve, si akmarrje për ta. Të gjitha këto marrin fund. Unë besoj plotësisht tek ju, besoj plotësisht tek burra dhe gra në institucione, në policinë e shtetit, në prokurorinë, gjykata, që kanë vullnet jashtë çdo ndërhyrje të bëjnë ligjin, të zbatojnë ligjin, të zëvendësojnë në këtë mënyrë të zëvendësojmë narkoshtetin me shtetin ligjor. Të rikthejnë respektin e plot të lirive dhe drejtave të qytetarëve shqiptar dhe garantimin e tyre, garantimin e sigurisë tyre. Sot burgjet e Shqipërisë janë në shumë aspekte të i kalojnë kampe burgjet e kohës staliniste, e kohërave më të egra. Unë po vi nga Këshilli i Evropës, bëra një denancim shumë të fuqishëm në Komitetin e Antitorturës. Çfarë ndodh? Njëri pas tjetrit lajmet, vdiq filani, 37 vjeç, vdiq tjetri, 32 vjeç, vdiq tjetri, 28 vjeç, vdekje natyrale. Nuk ka vdekje natyrale për 28 vjeçarin. Nuk ka vdekje natyrale për 32 vjeçarin. Këto janë të gjitha fshehje të krimeve që ndodhin në këto institucione, ku vetë ministri, vetë Uluziu, merret direkt me akte të ulta, provokime, pa asnjë lloj koncepti për dignitetin njerëzor. Kudo që tjetë, cili do tjetë, ai ka dignitetin e tij. Do të ketë sigurinë e tij. Kështu që ju siguroj se
një transformim rrënjësor. Do të ndodhë në fushën e rendit dhe të sigurisë, me besim të plot, se kjo do t'jetë nga reformat më të suksesshme. Sot në mëngjes më mirë të një mik imi në telefon, kishte një problem me një konsulent ndërkombëtar. Nuk merdi, tha. Po ç'a ndodhi, thash, që s'erdhi?